Tani është momenti që të flasim për veprën e rëndësishme Qeta e Profetëve. Ishte një moment historik vendosja e shtatores së Imzot Pjetër Bogdanit në Zym. Nuk ka kush shqiptar, as mos t'i thot vetit shqiptar, ai që nuk e don Bogdanin pik për pik edhe veprën e tij Qeta e Profetëve. Ne bëjmë çdo herë thirrje si politikanët, si njerëzit fetar, si njerëz të shtresave të ndryshme shoqërore, se kemi bashkëjetesë fetare, tolerancë fetare mes katolikëve, muslimanëve, por nëse do ta kuptojmë fenomenin e Pjetër Bogdanit, kjo argumenton se nuk mund të ketë bashkëjetesë një katolik me një musliman nëse ai vendos si njeri kryesor Pjetër Bogdanin. Qysh mund është me konë ti katolik i mirë për një musliman, kur ti thu për mua është shembull Pjetër Bogdani i cili e ka ofenduar rënd profetin Muhammed, saqë e ka akuzuar në shkrimet e tij se Muhamedi ka kryer marrëdhënie edhe me kafsh. Si mundem unë të kem mirëkuptim me një person që thot ti duhet me dasht Pjetër Bogdanin, duhet me respektu, që e ka sulmuar Islamin, që e ka sulmuar Kur'anin. Këtu nuk janë fjalët e mia. Unë nuk jam duke i shpifur Bogdanit, është libra e tij të nderuar, Qeta e Profetëve. Nuk e kanë votuar këtë me shpif muslimanët. Këtë kanë votuar vetë simpatizantët e Bogdanit, Qeta e Profetëve. Qeta e Profetëve, përgjegjës për votim Don Fatmir Koliçi, përkthimin dhe parathënien Dr. Angel Sedaj, redaktimin krahasues të transliterimit në gjuhën e sotme Dr. Ibrahim Rugova. Pra këtë ka votuar drita Prishtinë 2016, nuk e ka votuar as Bashkia Islame as ndonjë hoxh, ju e keni votuar që e doni edhe shashtri sipas Bogdanit. Çfarë ka thënë Bogdani? Me gjak, pra vëllimi i parë, faqe 143. Me gjak, pra, dhe vetëm me shpata, do të shlyhen gjurmët sakrilegje të Kur'anit. Pra çdo send që është islame me shpatë, me dhunë. Shikoje tjetrën, që vazhdon në faqen 145, të vëllimi i parë, njëjti. Do të shndrohen më në fund hëna në kryq, edhe xhamiat e pa fe në tempuj të bekuar, pra në kish, dhe haremet do të shndrohen në kuvende dhe turku me kohë do t'i nështrohet ligjit. Për këndo ka qëllimin turku, për shqiptarët musliman. Këtë na thot Shanzefi, prifti, tek islamizimi i shqiptarëve gjatë shekujve. Çka thot? Relacionet të Pjetër Bogdanit atë botin peshk i Shkodrës dhe administrator i Tivarit, Shkodra kishte mbetur vetëm me 6.000 katolik e 5.000 musliman. Tivari vetëm me 2.500 katolik e 3.000 turq. Në klapa Shanzefi ja ka bërë shqiptar musliman. Se kështu i ka quajtur shqiptarët musliman, turq. Sikur sot që neve po na quajnë pasus të tij. Ju nuk jeni shqiptar, ju jeni turq, shkoni në Anadol. Prandaj dhunën e mbjell Pjetër Bogdani. Me këtë Pjetër Bogdan nuk mund të ketë bashkëtesë. Nuk ka kush shqiptar, as mos t'i thot vetit shqiptar, ai që nuk e don Bogdanin pik për pik edhe veprën e tij Qeta e Profetëve.